الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar teleshikues, paqja, bekimi dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Dhe janë së bashku brenda minutave të ardhshëm të jemi me temën e cila ka të bëjë me Ramazanin si muaj i solidaritetit. Pikërisht për këtë temë kemi të ftuar në studio Efendiun Bahri Efendi Sejdiu, të cilit i shprehim mirëseardhje. Mirëseardhje Efendi. Mirësejgjem. Normal tema ka të bëjë me solidaritetin dhe Ramazanin. Por para se të futemi në detajet e kësaj, në radhë parë solidariteti, çka ne kuptojnë në aspektin terminologjik me fjalën solidaritet? Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërimi dhe lavdërimi i takon Allahut, krijuesit të botëve, sunduesit absolut. Paqja dhe shpëtimi i tij qoftë mbi të dërguarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën dhe udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. S'ka dyshim se fjala solidaritet ka një kuptim të gjerë që me të vërtetë është një lidhje e njerëzve apo grupeve shoqërore që kanë interesa dhe qëllime të përbashkëta. Dhe fjala solidaritet pra është një bashkim i interesave njerëzore që njerëzit bashkohen në disa qëllime apo aspirata që mund t'i realizojnë gjatë jetës së tyre në këtë botë. Andaj edhe muaji i madhrishëm i Ramazanit është njëri nga llojet më të veçanta të solidaritetit njerëzor të besimtarëve, qofshin ato si aktivitete personale, individuale apo shoqërore, dhe është një muaj shumë specifik që me të vërtetë i jepet kuptimi shoqëror dhe i gjithëmbarshëm asaj fjale që ne e quajmë solidaritet. Efendi, me çka karakterizohet solidariteti në muajin e bekuar të Ramazanit? Muaji i bekuar i Ramazanit si muaj i veçantë dhe i dalluar nga muajt të tjerë, me të vërtetë karakterizohet me aktivitete të ndryshme të njeriut, në veçanti të besimtarit, edhe në aspektin individual, edhe në aspektin familjar dhe shoqëror, që me të vërtetë edhe në kohën e Muhamedit a.s. ishte dalluar si muaj i aktiviteteve dhe i solidaritetit. Ashtu që edhe vetë shpallja hyjnore e Kur'anit famlar nga Allahu i Madhrishëm përmes Xhibrilit a.s. kishte një veçanti të veçantë, specifike të jetës Muhamedit a.s. dhe aktivitetet e shumta u zhvillonin gjatë këtij muaji të Ramazanit, pasi që u bë obligim agjërimi dhe gjitha aktivitetet tjera që njerëzit të jenë sa më solidar me jetën në përgjithësi. Andaj, karakteristike e Ramazanit është edhe agjërimi si solidaritet. Aktivitetet tjera, namazet shtesë, namazet vullnetare, namazi teravive, sadakatul fitri, e shumë të tjera që janë karakteristika të një solidarësie të përgjithshme shoqërore, e në veçanti gjatë këtij muaji të Ramazanit, që dallon nga aktivitetet dhe punët tjera të cilat njeriu besimtari musliman në këtë rast i ka gjatë muajve të tjerë. Andaj muaji i madhrishëm i Ramazanit me të vërtetë është një muaj që bart mesazhe të ndryshme të solidaritetit dhe të thirrjes për mu solidarizu njerëzit me disa aktivitete të veçanta. A mund të themi se muaji Ramazan është pikërisht muaji i solidaritetit? Po patjetër, sepse thash edhe më herët, muaji i Ramazanit dallohet me aktivitete të veçanta duke filluar nga ngritja në syfyr. Një aktivitet që e gjithë shoqëria islame aktivizohet dhe solidarizohet me shoqërinë apo me njerëzit të tjerë. Ngritja e tyre në namazin e sabahut, në aktivitete tjera gjatë muajit të Ramazanit, ndryshimi i orarit të punës së tyre, transferi i një rregulli të jetës që ka qenë krejtësisht ndryshe, dhe në muajin e Ramazanit ndryshohet një orar edhe i të fjeturit, edhe i të punuarit, edhe i të agjëruarit, edhe aktiviteteve tjera që njerëzit janë më solidar dhe gjithashtu mundohen që atë solidaritet ta shprehin edhe në mënyra të ndryshme. Edhe në namazin e tyre, edhe në dhënien e tyre, në sadaka,
në ndihmën e të tjerëve, pra edhe zemra dhe shpirti i besimtarit është më solidar në muajin e madhrishëm të Ramazanit se sa jashtë. Iftaret për shembull, veçanti iftaret. Po, organizimi i iftarëve, organizimi për të varfër, që është një traditë organizimi për familje, krejtësisht normale, që është edhe porosia edhe vetëm Muhamedit a.s. që besimtari duhet ta ushqej dikë me iftar dhe sevapi i tij është shumë i madh. Aktiviteti i gjithë muajit Ramazanit përqendrohet në iftare dhe në aktivitetin e namazit të teravive, që nuk ekziston ditëve tjera. Edhe ngrënia e syfyrit, por në veçanti iftaret që organizohen në mënyra të organizuar në gjithë shoqërinë islame, bëhet një lloj solidariteti edhe me njerëzit e nevojës që kanë nevojë, por edhe me njerëzit në përgjithësi që kanë afërsi familjare, për të qenë sa më solidar, e që tani në periudhat të cilat po jetojmë ne, po kemi nevojë shumë ma shumë që Ramazanin ta përjetojmë, që këtë solidaritet ta inkorporojmë në jetën tonë sa më shumë edhe jashtë Ramazanit. Por në veçanti, gjatë Ramazanit po mundohemi ta shfrytëzojmë këtë aktivitet tonin, këtë solidaritet tonin, edhe me njerëzit e familjes, për shkak të dinamikës së jetës, për shkak të angazhimeve të shumta gjatë 11 muajve të tjerë. Me të vërtetë Ramazani po na krijon një orar shumë specifik dhe shumë të dashur për besimtarët musliman, duke u takuar në iftaret tona, në xhamit tona, në aktivitete të ndryshme të ndihmave ndaj të varfërve, të ndihmave ndaj njerëzve në përgjithësi, ndaj institucioneve, ndaj bashkësisë islame, ndaj atyre institucioneve që i kemi imediate për ekzistimin e fesë dhe fjalës së Allahut Madhreshëm në vendin ku ne jetojmë, siç është sadakatul fitri, nxjerrja e zeqatit të pasurisë, që është një aktivitet shtesë, por është edhe shumë i kërkuar në aspektin islam që ai të jipet në muajin e Ramazanit. Andaj muaji i Ramazanit jo vetëm që është një muaj i solidaritetit, por është një muaj i rigjenerimit të një programi hynor që ne e praktikojmë në jetën tonë, në përditshmërinë tonë të Ramazanit. Një muaj madhështor që me të vërtet jeta e besimtarit musliman, edhe kjo periudhë të cilën përjetojmë, po na jep më shumë shtytje për të aktivizuar dhe për të qenë solidar dhe i kërkuar në këto rrethana të cilat po jetojmë. Sepse ashtu siç ka thënë edhe Muhamedi a.s. që muaji i Ramazanit kërkohet 6 muaj pa ardhur nga melekët, gjithashtu edhe nga ne njerëzit, po kërkohet ky muaj i Ramazanit që të jemi sa më afër dhe njëri tjetrit, por edhe me aktivitetet tona t'ju ndihmojmë atyre që kanë nevojë. E dihet mirë që institucioni i Bashkisë Islame ka në fokus të veçantë ndihmën e të varfërve, e nevojtarve, solidar me njerëzit në nevojë, solidar me ata njerëz që për 11 muaj ndoshta janë të harruar, por që me të vërtetë programi ynë edhe i institucionit të Bashkisë Islame, edhe i shoqatës Bereqetit, është një institucion i cili ka në vazhdimsi në mbikëqyrjen e tij mira e mira familje të Kosovës që ju ndihmon atyre. Andaj muaji i Ramazanit me të vërtet na rigjeneron një program të cilin ne kërkojmë sa më shumë që të jetë prezent edhe jashtë muajve të tjerë, por në veçanti muajin e Ramazanit, që zemrat tona të zbuten, që falja e Allahut Madhreshëm të jetë më afër neve, që mëshira e tij na kaploj të gjithëve, por edhe ai solidariteti joni që lypet nga ne të jetë edhe më evident në muajin e madhrishëm të Ramazanit. A mund të themi se solidariteti në këtë muaj fillon që nga individi deri tek familja dhe përfundon tek shoqëria gjerë, ku gjejmë solidaritetin e familjes me individin, individi me familjen dhe gjithashtu një grup shoqëror me një grup tjetër e kështu me radhë. Obligueshmëria e agjërimit muajit Ramazanit kupton në vete se me të vërtetë Allahu i madhruar kur e ka obliguar muajin e Ramazanit për të agjëruar, ka pasur për qëllim përmirësimin e individit. Pastaj edhe të familjes në përgjithësi, rujtjes së tij, edhe aspekti shëndetësor, edhe aspekti fizik, edhe aspekti mendor, edhe aspekti epshor, që këto kufizime të cilat i përjeton muajin e Ramazanit agjëruesi,
pra edhe largimi nga pija dhe ushqimet, edhe largimi nga marrëdhëniet intime me gruan, edhe kufizime tjera janë me të vërtet një solidaritet i veçantë i njeriut që e përmirëson jetën e besimtarit, që e përmirëson gjendjen e tij shpirtërore dhe psikologjike, por njëkohësisht edhe gjendjen shoqërore në përgjithësi, sepse e gjithë familja është në aktivitet. Deshtëm apo nuk deshtëm, në muajin e Ramazanit, secili prej individëve të një familje ka për qëllim takimin në sofrën e iftarit. Secili prej neve që agjeron në familje ka për qëllim takimin tonë në xhami, apo shkurjen në namazin e jaciz dhe të taravive, apo të namazit të natës. Secili prej neve ka për qëllim që të ngritet në syfyr dhe ta fiton sevapin e syfyrit, jo vetëm ushqimin, por edhe atë sevap që Muhamedi a.s. ka thënë edhe për agjeruesin, edhe për ata që ngriten në syfyr kanë bereqet në familjet e tyre. Dhe ai ka thënë që agjeruesi ka dy gëzime, dy lumturi në jetën e vet. Të parën e kanë kur të bëjnë iftar në sofrën e iftarit, dhe të dytën kur të atakojnë Allahun e madhruar në ditën e gjykimit. Andaj këto dy gëzime të besimtarit janë për shkak të solidaritetit të tij, për shkak të ngritjes së tij në gjysmën e natës, për shkak të ushqimit të tij të varfërve në lagjen e vet apo në qytetin e vet ku jeton. Dhe solidariteti i tij nuk është i kufizuar vetëm për çështjen e tij personale, por për qenë ka më madhor dhe më i rëndësishëm për jetën e tij, por edhe për shpërblimin e tij tek Allahu i madhruar, që ai do të shpërblehet në jetën e amshueshme në ahiret. Andaj solidariteti në muajin e Ramazanit ngrit gradën e besimtarit, ngrit gradën e atij besimtari që pretendon takimin me Allahun e madhërisëm ditën e gjykimit. Andaj mu për këtë, Allahu i madhërisëm ka rezervuar një derë të veçantë për agjeruesin, Babur Rayyan, i cilën derë nuk e ka askush tjetër të fituar përveç atij që e ka agjeruar muajin e Ramazanit me sinqeritet, e ka dhënë sadakan, ka ndihmuar njerëzit, ka ndihmuar ngritjen e fjalës së Allahut të Madhërisëm gjatë këtij muaji të Ramazanit, sepse Ramazani është edhe një muaj i Kur'anit, është muaj në të cilin ka zbritur Kur'ani, është muaj i natës së Kadrit, është muaj në të cilin është bërë rizgjimi i gjitha asaj e cila ishte në errësirë për 6-7 shekuj më herët para ardhjes së Muhamedit a.s. Andaj muaji i Ramazanit është një muaj me të vërtet që konsiderohet një solidaritet hyjnor i jetës së besimtarit në këtë botë dhe largimi nga çdo gjë që nuk është e nevojshme për trupin, për logjikën dhe mendjen e njeriut, por njëkohësisht edhe për shëndetin e tij. Andaj në këtë aspekt mund ta quajmë Ramazanin si një rigjenerues edhe i fizikut, edhe i shëndetit të njeriut, sepse ai është, siç e kanë quajtur shkencëtarët, një operacion pa brisk, një intervenim që nuk ka nevojë për operacione. Andaj njerëzia sot vun nga bipesha, njerëzia sot vun nga smundje të ndryshme të kilogramëve të shumtë me muaj Ramazanit, dhe solidariteti jon me agjërimin në muaj të Ramazanit, që nganjëherë shohim edhe njerëz të besimeve të tjera që solidarizohen me agjëruesit musliman dhe agjërojnë muajin e Ramazanit, edhe pse në besimin e tyre ndoshta nuk e kanë obligim, por për shkak të mirësive të këtij agjërimi dhe të gjurmëve të shumta që lën në trupin e njeriut dhe për mirësimin e trupit dhe mendjes së tij, e veprojnë një vepër të tillë për ta përmirësuar gjendjen e tyre. Andaj jo kot Allahu i Madhërisëm e ka obliguar muajin e Ramazanit një muaj të tërë, jo ditë të veçanta të vitit apo të kputura njëra prej tjetrës, po ka thënë shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është ai që është obliguar për njerëzit në të cilin ka zbritur Kur'ani, pikërisht tek zbritja e Kur'anit. A mund të jetë vetë zbritja e Kur'anit një solidaritet i krijuesit me krijesën e vet? Po, patjetër këtu kemi parasysh edhe jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sjell dobi, kanë dobi njerëzit, apo jo? Patjetër. Dhe vetë Muhamedi alayhis salam në muajin e Ramazanit e ka pas një përditshmëri të veçantë. Dhe Xhibrili alayhis salam i ka ardhur Muhamedit alayhis salam çdo ditë për t'ia përsëritur Kur'anin, për t'ia mësuar
Kur'anin përmensh, për të mos të harruar Muhamedi a.s. Kur'anin. Andaj Muhamedi a.s. ka treguar se Gjibrili a.s. në veçanti në muajin e Ramazanit e ka vizituar çdo ditë. Andaj kjo është madhështia e jetës së tij specifike, si i dërguari i Allahut, sepse ne nuk e kemi atë privilegj, por ai si i dërguari i Allahut madhrishëm e ka pas aktivitetin e nxjeshur në muajin e Ramazanit, edhe me takimin me Gjibrilin a.s., por edhe me takimin me njerëzit, edhe në takime të ndryshme në ibadetet, në adhurimet e tij, në namazet e tij, në porositjet e tij të shumta, që t'ja ulen një bagazh të një kulture, të një edukate, të një ibadeti të veçantë, të një agjërimi që i bën mirë njeriut dhe shëndetit të tij në përgjithësi. Andaj, ky është konsideruar solidariteti më madhor në jetën e Muhamedit a.s., edhe zbritja e Kur'anit, edhe obligueshmëria e agjërimit. Po, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në drejtim të raporteve me njerëzit, me besimtarët asaj kohe, në aspektin solidar, si qëndronte, si vepronte gjatë muajit të Ramazanit? Çdo muaj dhe çdo vit ka fillimin dhe fundin, edhe muaji i madhrishëm i Ramazanit e ka fillimin dhe fundin e vet. Dhe karakteristike jetës të Muhamedit a.s. ka qenë fundi i muajit Ramazanit, ku transmetohet se ai në fund të muajit Ramazanit e ka shtuar aktivitetin, ka bërë itikafin, i ka thirrur sahabët dhe shokët e tij që të bëjnë aktivitet më shumë, që ta nxjerrin sadakatul fitrin në muajin e Ramazanit, që ta japin zakatin, sepse vlera e dhënies së zakatit në këtë muaj të madhrishëm është shumë më i madh dhe shpërblimi tek Allahu i madhrishëm është shumë më i madh. Andaj përqendrimi në 10 ditëshin e fundit ka qenë shumë më i madh i Muhamedit a.s., ku transmetohet se e ka shtrënguar edhe barkun dhe ka qëndruar edhe më shumë i uritur në muajin e Ramazanit, më shumë se sa në ditë të tjera. Dhe është falur gjithë natën. Ka adhuruar Allahun e madhrishëm edhe netët e fundit. I ka dalluar ato dhe ju ka thënë besimtarëve që kërkojeni natën e Kadrit në 10 ditëshin e fundit në netët tek. Andaj ne edhe sot e kësaj dite gjithmonë përqendrohemi që sa më shumë të jemi solidar në fund të muajit Ramazanit. Për të qenë ajo, si të themi, korrjeshirja e muajit Ramazanit, apo ai fitimi më i miri i jon, edhe me sadakatul fitr, edhe me zakatin e pasurisë, por njëkohësisht edhe me ibadetin ton të shtuar në këto net specifike në të cilën ka filluar zbritja e Kur'anit dhe në të cilën ka filluar udhëzimi dhe mesazhi hyjnor i Allahut të madhruar për llojin njerëzor. Andaj solidariteti jon në fund të muajit Ramazanit është pak më i përqendruar, por gjithmonë duke patur parasysh që ta kryejm një mision hyjnor, që ta kryejm një obligim, një ibadet tonin ndaj krijuesit ton, por njëkohësisht që të dalim në fund të Ramazanit fitimtar, jo vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe në aspektin e solidaritetit, edhe në aspektin e ndihmës me të varfërit, që të kanë edhe ata rezerva për jetën apo për ditët e ardhshme në vijim. Po kalojmë tani në praktikën ditore, ose ndryshe konkretisht, si duhet të solidarizohen besimtarët musliman në mes tyre dhe a duhet të solidarizohen edhe me të tjerët gjatë muajit Ramazan? Shfrytëzimi i kohës së muajit Ramazanit është një mënyrë shumë e rëndësishme e jetës së besimtarit dhe rast për të shfrytzuar sa më shumë koha në të cilën e jetojnë besimtarët muajin e Ramazanit. Andaj solidariteti me agjërimin dhe me agjëruesit nuk është i specifikuar vetëm në çështjen e ibadetit ton, vetëm në ato të cilat i kemi në përditshmëri. Njeriu në muajin e Ramazanit nuk duhet të jetë vetjak, egoist, i kufizuar, jam agjërueshëm dhe për t'u larguar nga përditshmëria. Përkundrazi duhet më qenë më i butë. Dhe përgjigjja e tij që do të thuhet unë jam agjërueshëm nuk do të thotë që të largohet nga përditshmëria e njerëzve dhe problemet e njerëzve. Përkundrazi, thot për të menjanuar një të keqe, apo një fjalosje, apo një vepër të keqe, dhe solidariteti i tij lypet sa më shumë që të konfirmohet vepra e tij madhore e agjërimit të muajit Ramazanit. Andaj besimtarët në Ramazan, nëse përqendrohen dhe kanë aktivitete më shumta, definitiv do të shëronte varfëria dhe shumë e shumë smundje tjera
në shoqëritë të cilat i kemi për fat keq dhe do t'u largonin shumë të këqija. Pse e themi këtë? Sepse e kemi parasysh institucionin e zekatit. Zekati i pasurisë është obliguar nga Allahu i Madhrishëm në një shumë simbolike, një 2.5% për ata të cilët e arrin vlerën apo nisabin e zekatit. Andaj, nëse prej të pasurve jipet ky muaj në Ramazanit, ky zekat, apo kjo sadakatul fitr, me të vërtet për 11 muaj rresht nuk do të kishte të varfër në një shoqëri. Andaj, ilaçi dhe solucioni që është dhënë nga Allahu i Madhrishëm është dhënë që tek njerëzit mos të ketë të varfër, që tek njerëzit mos të ketë nevojtar, që tek njerëzit të jenë njerëzit në një farë forme të mjaftueshëm në pasurinë dhe në ato nevojat e tyre familjare. Andaj, edhe institucioni i Ramazanit, edhe institucioni i zekatit, edhe institucioni i adhurimit, i namazit, nuk është obliguar për njeriu që ai të jetë larg solidaritetit, që ai të jetë i shkëputur nga të tjerët, përkundrazi të jetë sa më afër me të tjerët dhe të ndiejë problemet e të tjerëve. Andaj muaji i Ramazanit është rasti më i mirë që ne kemi mundësi të fitojmë nga xhirimi jonë dhe të fitojmë nga ato sevape dhe ato të mira që i bëjmë me dhënien tonë, me sadakatul fitrin dhe zekatin, që me të vërtet është shumë e nevojshme për një rreth dhe shoqërinë të cilën jetojmë ne sot. Para se të kalojmë te besimtarët e vendit tonë, a mund të themi se vetë agjërimi i fton të solidarizon të gjitha shtresat shoqërore, pa marrë parasysh në një vend ku jetojnë ata? Do të ishte shumë e rëndësishme që ndjenja dhe ndjeshmëria ndaj muajit Ramazanit të jetë nga e gjithë shoqëria, por njëkohësisht t'ju krijohen edhe kushte besimtarëve musliman në raste të veçanta edhe për shtrimin e iftareve, edhe për thirrjen e njerëzve, përgjithësi që është një traditë e mirë, edhe nga institucionet tona, në shtrimin e iftareve dhe në ndrrimin, çush më thon, thirrjen e ndërsjell edhe të njerëzve të thjeshtë, edhe të institucioneve, edhe të xhamive, edhe të xhamatit nëpër xhami, që me të vërtet është një traditë e mirë që njerëzit të aktivizohen sa më shumë gjatë këtij muaji të Ramazanit. Andaj sot e shohim që është bërë një traditë e mirë, jo vetëm për mu takuar në sofrat tona të iftarit dhe për të konsumuar ushqim, po për trajtuar shumë tema dhe probleme të cilat i kemi ne si shoqëri. Andaj, urtësia e Ramazanit është ajo që ndoshta Allahu i Madhrishëm i rezervon për besimtarët disa raste dhe mundësi shumë më të mira se sa jashtë muajit të Ramazanit. Shoqëria jon ka filluar të vetëdijsohet shumë më shumë se në të kaluarën. Shoqëria jon ka bërë një kthes shumë të madhe, sepse ne kemi dalur nga një periudhë moniste apo komuniste, më mirë themi, që edhe sot e kësaj dite shohim që shumë njerëz nuk janë të informuar me Ramazanin, nuk janë të informuar me urtësitë e Ramazanit, nuk janë të informuar me begatit e muajit të madhrishëm të Kur'anit të Ramazanit. Dhe kjo gjendet pra gjithmonë në takimet tona, kur takohemi me njerëzit dhe dalin apo largohen nga takimet tona shumë të mahnitur dhe të magjepsur nga takimet në muajin e Ramazanit. Andaj edhe besimtarët tonë duhet të jenë edhe më aktiv gjatë këtij muaji. Po pikërisht desha pyetja do të ishte sa janë solidar besimtarët e vendit tonë? Sot në të gjitha xhamitë e Kosovës, nëse përqendrohem gjatë këtij muaji të Ramazanit, shohim një fluks të madh, në veçanti të rinisë, të njerëzve intelektual, të njerëzve që e kuptojnë mesazhin e muajit të Ramazanit, sepse që thash edhe në fillim, ky Ramazani është thirrje jo vetëm për individin dhe familjen, por për ta ndërtuar një shoqëri të shëndosh. Andaj ky muaj Ramazanit e shohim se shumë është në rritje të aktiviteteve. Edhe në xhamiat tona nuk gjejmë vende për të falur, as në oborret e xhamive, andaj edhe institucionet tona janë të thirrura që të ndërtojnë sa më shumë vende për t'u ardhur në shërbim besimtarve që t'i kryejnë rritet e tyre fetare. Do thotë besimtarët e vendit tonë janë mjaft solidar dhe tregojnë solidaritet mjaftueshëm? Solidariteti është në rritje gjithmonë, edhe është për të lavdruar aktiviteti i tyre në muajin e Ramazanit, sepse e shohim edhe në lagjet tona ku jemi imam dhe në aktivitetet tona gjatë muajit të Ramazanit
edhe prej njerëzve që kanë nuk pritet gjithmonë, qysh më thonë, vetëm ajo vrejtja direkte ndaj atij personi, pse nuk je solidar, po angazhohen edhe rinia, edhe xhamate të ndryshme për t'ju ndihmuar dikujt, për t'ju ndërtuar një shtëpi, për t'ju dërguar sadakatul fitri, për t'u ndihmuar institucionet e nevojshme. Andaj e dim që shqiptarët tradicionalisht janë një popull solidar, e në veçanti gjatë muajit të Ramazanit janë edhe më shumë solidar dhe janë më afër edhe mëshirës së Allahut Madhreshëm, por edhe dashurisë njerëzore që kanë përditshmëritë gjatë këtij muaji të madhreshëm. Ne dihet se institucionet e Bashkisë Islame të Republikës Kosovës nuk marrin ndonjë buxhet nga jashtë, nga dikush ose nga qeveria. Sa duhet mund t'i bëni apel besimtarëve që tregojnë solidaritetin e tyre me institucionet e Bashkisë Islame, kur dihet se këto institucione kanë krijuar një traditë shumë gjatë në mbrojtjen e interesave të besimtarëve dhe të vetë fesë. Po patjetër se jo rastisht e përmenda unë çështjen e solidaritetit me sadakatul fitrin, me zakatin e pasurisë, këto institucione që janë të rëndësishme jo vetëm për mirëmbajtjen e Bashkisë Islame, të fakultetit të studimeve islame, për medreset që i ka në menaxhim Bashkia Islame, por është obligueshmëri e çdo besimtari. Edhe nëse do të jetonim në një mirëqenie shumë të lartë materiale, si institucion është obligim fetar që besimtari musliman t'i përgjigjet institucionit fetar. Sepse deshtëm apo nuk deshtëm, Bashkia Islame dhe institucionet e Bashkisë Islame janë ato që janë përgjegjëse për edukimin, për ngritjen e nivelit të besimit të tyre, por gjithashtu edhe ngritjen e vetdijes në fenë e tyre. Andaj, institucioni i Bashkisë Islame, edhe nëse do t'jetonte në ndonjë luks shumë të madh, siç i kemi rastet e shteteve të lindjes, që kanë shumë milionëshe ose miliardëshe në bashkësitë e tyre fetare, sepse është obligim fetar që ta ndihmosh bashkësinë tënde fetare. Andaj, qëndrimi jon konsekuent në bashkësinë tonë islame është qëndrimi i besimit tonë. Nuk është problemi që ne e kemi krejtësisht një situatë tjetër dhe mbijetojmë me fondet tona, sepse nevoja është shumë e madhe, edhe për medreset që i menaxhon Bashkia Islame, edhe për fakultetin e studimeve islame, që me të vërtet bujaria e njerëzve, besimtarëve muslimanë, dhe ata që solidarizohen gjatë muajit të madhreshëm të Ramazanit, ja lehtëson aktivitetin Bashkisë Islame, e që nuk është i mjaftueshëm, por e lutim Allahun e Madhreshëm që njerëzit, besimtarët tonë të vetëdijsojnë edhe më shumë, por mos të hezitojnë, sepse çdo njeri që del nga medreseja Alaudin dhe nga fakulteti i studimeve islame është një lider shpirtëror, është një njeri që do të pasojnë gjenerata e gjenerata në edukimin e brezave. Andaj institucioni i Bashkisë Islame dhe institucionet edukative që i ka Bashkia Islame, xhamit, mesgjidet, medreset e tjera janë ato që e ngritin nivelin ton shpirtëror dhe lidhjen ton me Krijuesin xhalleshanu. E kjo është qëllimi jon, që ne të ngritemi dhe të vetëdijsohemi më shumë për ta dhënë atë që e kemi obligim ndaj institucionit ton. Dhe kjo është thirrje për gjithë besimtarët që në veçanti gjatë këtij muaji të Ramazanit të përqendrohen edhe më shumë në dhënien e sadakatul fitrit për medreset që janë në Kosovë dhe për fakultetin e studimeve islame, e që dita ditës po përmirësohet dhe po jap kuadro shumë të përgatitura. Po në aspektin tjetër, a mund thua se vetë shoqata Bereqeti, që është pjesë e Bashkisë Islame, është një pasqyrë reale e solidaritetit të Bashkisë Islame me popullatën në nevojë? Shoqata Bereqeti është një shembull shumë i mirë dhe shumë pozitiv për gjitha shoqatat në përgjithësi, në veçanti si institucion i Bashkisë Islame, sepse ne shohim vetë edhe në teren. Shoqata Bereqeti ka aktivitet shumë të madh që nuk është qëllimi dhe fokusi i shoqatës Bereqeti vetëm të jipet në media, por qëllimi i saj është ndihma e të tjerëve, ndihma e nevojtarit. Andaj edhe unë vetë personalisht dhe shumë hoxhallar dhe aktivist
të Bashkisë Islame kemi patur rastin që të vazhdojmë në aktivitetet e bamirësisë dhe të ndihmave ndaj njerëzve, jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovë, duke patur parasysh që njerëzit të ndihmojmë dhe ta ngritim vetdijen tonë që kjo shoqat të ndihmohet nga bizneset, nga njerëzit që kanë mundësi të ndihmohet si shoqat dhe një OJC që me të vërtet komunitetit në përgjithësi në Kosovë edhe pa dallim besimi ju kanë ndihmuar çdo ditë dhe çdo ditë të vitit, jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Efendi, ju falenderojmë shumë për të gjitha këto dhe lutem që të ketë një solidaritet edhe në rritje edhe më mirë dhe lutim Allahun që t'ju shpërblej me të mirat e tij. Gjithashtu të nderuar teleshikues, ju falenderojmë edhe juve për vëmendjen tuaj dhe ju lëm në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.